Doktor, përshëndetje. Ilira Medani nga Durrësi. Këtu. Spari uroj kryetar stafën që u tregu më i mençëm se në Durrës dhe më i shkatët, do thotë që e dashkë më shumë se kryetarin i Degës Durrësit. Parafolsi që preku shpar kritikat janë jo më se të bindshme, po janë më se konkrete. Dega Durrësit është në gjumë letergjik në 8 muaj dhe të bëhet analizë pas zgjedhore mas 8 muajve, personalisht unë nuk rri. Në sensin e konceptit, sepse kur presim që nga dita në ditë kërmat i kanë tunë kamat dhe ne duhet vim pushtet me patjetër që të rrim në atë gjumë si kur nuk shkohet. Dhe është një nga degët më të mëdha në Shqipëri që e din më mirë se mu. Zdyti tash do të bëj një pyetje pak retorike nga ana profesionit të atë mirëfillt mjekut. Në korpin human, përveç gjakut, njeriut, a i qarkullon diçka tjetër, uja, benzina, naft? Sepse, unë dakord jam me ju, për protesta, unë dakord dhe mirë kuptoj si shumë tjerë që mund të keni dhe presion ndërkombëtar tani që kemi mbështetjen e tyre që mos jemi të dhunshëm, po unë të duroj 34 vjet në pushtet, gramozin e 2 prillit, që thot pushteti merret me pushkën me grikës e pushkës dhe lëshohet me grikën e pushkës, kjo gjë nuk shkon doktor. Një zonjë në Rume e shekullit 18, një zhandar ka thonë, revolucionarët shkojnë barikade dhe vdesin, nuk ka kthim mrapa. Kështu që kemi ardhur në momente të mira, këtyre zotrive këtu ja bof zoti halal sot që kanë mushallën, ti hajmë festat e fund vitit pranë familjeve të dashurve tonë, doktor Berisha zjarr në janar. Me këte pushtet mercenarësh, nga ana ushtarake në front të rinë një luftëtar, mercenarit të lënë pushkën faqe dhe cjapi surrelit ja kanon gjithë. O në të surrel, ose të rimë në përshpia tonat. Falenderoj. Falenderoj shumë për ndërhyrjen. Së pari, me lejo të t'ju sqaroj. Pse u shty analiza zgjedhore? Analiza e zgjedhjeve, i dashur mik, u shtynë në absolute vetëm për një shkak të vetëm. Dhe ky shkak ishte mbrojtja e votës.